Partia për Veprim Demokratik, ftoj kryetarin e degës zotin Shef Kamberi që t'i përshëndes t'i pranishmet. Juaj është prezencë e njerëzve të bashkuar, që kanë një qëllim të shëndosh për ndërtimin e Bojanosit, qytet me perspektivë, për inkuadrimin e rinisë dhe gruas shqiptare në vendimarrje, për trajnimin në mënyrë serioze që duhet t'i bëjmë problemeve të tona të shumta, për shprehjen e mirënjohjes më të thellë edhe për mërgatën tonë. Fotografia të cilën po e shohim sonte këtu, që në ndërtimin e saj bëjmë pjesë bashkarisht, është fotografia të cilën po dëshirojmë ta shndrojmë Bojanosin tonë. Në një Bojanos të bashkuar, me të moshuar e të ri, me gra e burra, me vajza e djemë. Një Bojanos me perspektivë të shëndosh, një Bojanos ndryshin nga këtë që e kemi. Një Bojanos të cili nuk do të kesh problem se me kënd po pi kafe. Një Bojanos të cili do të gjesh punë pa marrë librez partijake. Një Bojanos pa përçarje ndërfamiljare për shkak të politikës, ku hakmarrja është mjet i nënshtrimit ndaj atyre që mendojnë ndryshe. Një Bojanos që nuk duhet të vë gjithçka në shërbim të politikave dhe politikanëve të pangohur. Duke pasur parasysh situatën e rëndë sociale, gjendjen e rëndë në të cilën gjendemi të gjithë, vështirësitë e shumta me të cilat po përballemi, duke pasur parasysh edhe trisninë dhe diskriminimin që po na imponohet nga ne, shumë kush mund të mendojë se kjo është ndoshta edhe e pamundur që të ndryshojmë. Por, qoftë duke luftuar një handicap personal, qoftë kur dëshirojmë të shtyjmë kufijt e të mundërës, ose kur thjesht kërkojmë të jetojmë në një botë më të mirë, njerëzit gjejnë mënyra për të realizuar ato. Kërkohet një shtytje e vogël, një ngacmim i shëndosht. Prandaj, nga ky eveniment i sotëm, nga ky vend bashkërisht po i dërgoj porosi të gjithë qytetarëve të komunës tonë të na bashkohen drejt këtij rrugtimi të ndërtimit të një komune në të cilën çdo kush do ta gjejë veten, që secili do t'i krijohet mundësia, në të cilën gjithë ne bashkërisht do të ndjehemi të lirë, që gjithë ne të ndjehemi të rehatshëm dhe që gjithë ne të kemi mundësi të realizojmë edhe ambiciet tona personale, edhe ambiciet tona kolektive. Për të realizuar këto, them se derët tona janë të hapura, se dora jonë është e shtrirë ndaj të gjithëve. Pra, për fund, urime vitit 2016, shëndet dhe paqe për gjithë ne. Posaçme që vitin e ri u uroj këtë ambient shkëlqyeshëm, të dëshiroj shëndet sa më të mirë, suksese në punë dhe në çdo aspekt, në çdo sferë të jetës, dhe çka të them, kontekstin e asaj që e ndëgjuar nga kryetari i partisë, deputeti Kamberi, duhet ta shtoj këtë se Partia për Veprim Demokratik në kohën më të vështirë, kur ishte kulminacioni i apartheidit pikërisht në Bujanoc, diti që atë revolt ta shfrytëzoj që shqiptarët t'i marrin përgjegjësitë dhe të drejtat e tyre ashtu si u takojnë. Kur tash, në këto momente, me një qeverisje çoroditur që aktualisht e kemi, nga një koalicion jo normal, e ka prapë përgjegjësi, dhe ka përgjegjësi shumë të madhe që ta merë në këtë prill të ardhshëm, në zgjedhjet e ardhshme lokale, përsëri të del me tërë madhësinë dhe madhështinë që e ka pas para 5-6 viteve, që përsëri të del me përgjegjësitë më të madhe, mu ballafaqur me gjithë problemet akute që i kemi, dhe kjo popullat definitivisht ta gjen veten në kushte normale të jetës, në një vizion normal të jetës, një vizion që ofron prosperitet, që ka qenë synim i joni që kur jemi themelu para 26 viteve. Suksese! Proceset në të cilat po kalojnë dhe kemi kaluar, Partia për Veprim Demokratik është mundu të krijoj hapësirë generatave të shumta. Atyre që e kanë themelu PVD-n, atyre që kanë ardhur pas tyre, por gjithmonë të i rëndëllon rëndësi të veçantë edhe generatave të reja. Megjithatë,
nuk mund të shkosh përpara nëse e haron të kaluar. Sonte kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të kryesisë së degës së PVD-s, të gjithë anëtarësisë tonë ta respektojmë një mirënjohje modeste, një personalitet të veçantë të Tërnovësit, të komunës së Bujanosit. Një personalitet të cilin nuk e ka ndalë as nxehti, as ftohti, as acari, as situatat më të vështira në të cilat kemi kaluar në Udënondën, që t'i ofroj ndihmën e vet dhe shërbimin e vet qytetarëve tanë. Është fjala për Xhemal Hazirin, apo shumë kush e njeh se janë Xhemal, të cilin dëshirojmë ta respektojmë atë. Faleminderit stafit I cili është mundu për këtë mirënjohje. Është rralla ati që e marrë këtë mirënjohje, njëherë ka marrë para 20 viteve, përsëri tash I mundu sa ma afërt jam ndaj çdo smuti, çdo familje ta konsideroj si familjen time. Mirë po, qatë që jam I kënaqur me popullatën si më kanë prit, e saj ku kontribuën ative, popullet dhe ma mirë të vlerësoj.